them, ishim në studion tek Blendi Veziu në opinion për ballafaqësimin e dokumentacionit midis dy palëve që pretenduese që pretendojnë për një pron, ku pasi përfundoi emisioni tek Veziu, dolëm për jashta ne që ishim për nga Shkodra, ne që përfaqësojmë banorët e fshatit Bakshërill, dhe brenda ka qëndruar Fatmir Shpellzaj. Pasi kemi shkuar për të hyrë tek makinat, një person i cili unë nuk e njoha, një djalë i ri, tentoi të më godiste me sopë për të më dhënë një kuptim që unë të bisedoja me të në kuplimin e asaj që të më heste vëmendjen për të komunikuar, ku aty filloi dhe më ofendoi duke më thënë se nuk guxon të më shash babain tim në televizor. Dhe unë e pyeta kush është ky personi që po paraqitesh para meje, sepse unë nuk njoh. Ai më tha jam djali i Fatmir Shpellz, dhe pastaj unë i kam thënë po ik më djalë që ti je vetëm, unë i kam 2-3 këtu. Ai më tha unë kam ardhi përgatitur, dhe në këtë moment kanë dalë nga ferrat, nga ata lulishtet aty që ishin, mbi 10-15 veta. Ju po thoni që ata ju provokuan, me çfarë ju sulmuan? Aty ka pas nga të gjitha mjetet, nga shkop bejsbolli, ka pas edhe doreza boksi, që kanë pas hekuri, dhe kanë qenë të përgatitur për të bërë një lunë të veklani.